femrat vishen më shumë për femrat, se kanë një konkurrencë shumë të fortë brenda gjinisë, se sa për meshkujt. Sa e vërtet është kjo, ose ku qëndrojnë balancat? Përgjigjja e thjeshtë është po, femrat vishen për femrat. Por ndoshta po ta analizoj pak më shumë, do thoya femrat vishen për femrat për të konkuruar se kush merr më shumë vëmendjen e meshkujve. Kështu që nuk është vetëm ajo. Sa më shumë i drejtë në raportin e kësaj gjëje. Konkurenca ndikohet të shumë se çfarë bot kuptimi çdo njeri ka dhe çdo grua ka. Për një grua veshja vërtet mund të jetë një mënyrë për të transmetuar personalitetin e saj. Dhe konkurrencën ajo e bazon te kjo gjë. Për një grua tjetër, veshja mund të jetë një mënyrë, pastaj nga që është më ndryshe dhe mund të jetë një mënyrë për të krahasuar sa provokuese është. Pra, ky krahasim nuk ka të njëjtat standarde për çdo grua. Ekziston fenomeni që shpesh ky krahasim i disgrave ndodh, por për mendimin tim nuk duhet hedhur poshtë fakti që kjo konkurrencë varet edhe se çfarë standardi ka çdo grua.